Hi guys, mbaruan pushimet, jemi kthyer në shtëpi mbrëm, siç e pat. Tani fillon puna, nisemi për te posta. Të çojmë 2 porosi. Do thoni ju po si ja kalove, po qysh apo tek, do flas pak më vonë kur t'jem më qetë në shtëpi, se tani do jem duke ecur, por desha t'ju thosha që tani para se të hija për te posta më erdhi dhe një porosi që kisha bërë nga TikTok Shop. Jam shumë e lumtur t'ja tregoj pasi një video në to e kam hedhur dhe në TikTok tani. Është një tip si gjysmë bashkëpunimi. Edhe po. Tani do iki shpejt e do kthehem, Amarilisën e kam shkollë dhe në orën 4:30 dhe ky do jetë vlogmas numër 9. Po njerëz, jemi tek vlogmas numër 9. Shpresoj shumë që t'ju kem pëlqyer gjitha këto vlogmas pasi për mua është një mega punë. Dhe gjithashtu ju kam bërë dhe gjëra ndryshe, duke qenë se patëm dhe një udhëtim shumë të bukur, që u kënaqa kaq shumë që s'e keni iden. Dhe nuk kam regjistruar çdo gjë, duke qenë se doja të shijoja shumë momentin. Edhe po, por do t'ju tregoj edhe se çfarë dhuratash kam marrë nga Migena dhe Eda. Por kur të shkoj në shtëpi, masdite me qetësi. Atëherë, kjo do jetë një pjesë e vlogmas numër 9 dhe është kjo dhurata. Do të hapim nga kjo dhurata që ma ka bërë Migena dhe çfarë shikoni këtu janë të gjitha dhurata nga Migena. E di, shumë, nuk kam marrë ndonjëherë në jetën time kaq shumë dhurata, është e para në jetën time që më bën kaq shumë dhurata. Dhe do t'i ndaj me ju. Tani do hapim këtë. Atëherë guys, është vlogmas numër 9. Dhe do hapim një ndër dhuratat që Migena më pati thënë që hape ku t'jetë Amarildo, t'jeni gjithë familje duke qenë se është një dhuratë për të gjithë ne. Edhe do e hapim tani së bashku. Përshëndetje miq, mirë se erdhët. Kësaj radhe do vini re që kemi një aparatur ndryshe nga herët e tjera. Kemi mikrofonin, na ka ardhur nga TikTok Shop. Dhe kjo është vlogmas numër 9. Dhe tani do t'ju tregojmë që na ka ardhur kjo nga TikTok Shop. Këtu do flasim edhe çika Arli. Aja. Ai guys. Ai guys. Dhe mund ta shkoni ta merrni, po të jeni të interesuar, ma thoni që t'ju lë linkun. Si. Më thoni që t'ju lë linkun, po jeni të interesuar, kushton diku tek 3,5 €. Su baby mi fate festa. Sarà una bella giornata. Giornata testa. Ok. Njerëz ju e pat që unë qesh në Firenze dje. Kemi nisur që të shtunën në darket, të dielën. Kemi nisur që të dielën mëngjes. Dhe kemi mbërritur në Firenze diku na ora 2. Na puna. Edhe kemi fjetur atje, kemi takuar Edën, Migenën dhe jemi kthyer mbrëm në darket. Dhe kam marrë shumë dhurata. Falenderoj shumë Edën që një sekond. Falenderoj shumë Edën që na mikpriti në pizzerinë e saj, na dha një darkë aty dhe gjithashtu na shëtiti dhe i dha dhurata lek fëmijëve, duke qenë se Eda punon shumë, nuk kishte kohë, edhe i dha lek fëmijëve që të blejnë çfarë ditojnë qefi dhe Eda shumë faleminderit dhe të mirpresim së shpejti. Prit, kurse Migena pastaj do filloj t'ju tregoj dhe ky vlogmas numër 9 do jetë i fokusuar për Migenën. Ik tek nëna se hap Etllës, do t'japin mami karamele pastaj. Jo. Nuk do t'i karamele? Jo do mikrofonin. Do mikrofonin? Po e dërri mbaja mamit këtu, mbaja mamit. Mami fleti mbaja mamit. Na be. Rriullu këtu, mbaj ti. Një gjë tjetër që më ka ardhur nga TikTok Shop që doja t'ja tregoja, është dhe ky topi këtu që unë do t'i provoj gjitha dhe t'ja tregoj edhe veshur se si më rrin. Është ky crop topi dhe nëse jeni të interesuar dhe për këtë, më thoni që t'ju jap linkun nëpër komente. Është shumë modelante, shumë elastike, masën më. Arli do t'ja mbash mamit këtu kur flasin. Bravo, more. Atëre,
Dhurata e parë që më ka bërë Migena është se dua t'ja tregoj më një herë dhe ta heq sepse kam frikë se më rrezon Arli. Është kjo këtu. Jemi ne familjarisht, po jon dhe këtu lexon familja Lemnusha që Super pijame for the festa. Dhurat është shumë e bukur. Super pijame for the festa. Atë testa. Atëherë duke filluar nga dhuratat e Migenës, është dhe kjo bluzja që kam veshur, se ma ka bler Migena, dhe e kam veshur, që doja ta bëj këtë vlogun. Tu na beri Me peseita. Na ta mbaj çikun tani? Ma, tu no. Po prit. Ta bajuna. E po ti rri këtu, ashtu, rri kështu ti. Okej. Këtë ma ka bler. Dhe ma ka bler Migena dhe falenderoj shumë. Një gjë tjetër që më ka bler Migena është kjo këtu, që është një qëri me kinamon, dhe më pëlqen shumë aroma kinamon. Është dhe aromë dhe qëri, të pëlqen? Si. Okej. Ashtu, rri kështu. Një dhuratë tjetër që na ka bërë Migena është që është ky këtu plot me karamele që Arli ka ngrënë edhe fshirë as mamit. Ha? Ke ngrënë apo jo? Jo. Si. Ke ngrënë fshirë as mamit apo jo? Si. Okej. Një gjë tjetër e bukur është kjo, që na ka bler për të dekoruar pemën tonë, që do ta vendosim tani poshtë pemës ose diku, që unë kisha menduar ta vendosja tek dilse se do të dukem te kamera. Kisha menduar ta vendosja tek puna ime, ta marr Lele studio. Është shumë e bukur goca. Se non t'ha detto. Si. Pastaj teta Migena na ka bler dhe një kostum me Spider-Man që është këtu. Po ja unë zjerë, se e merrni me mendje. Se për gjumi. Pijama për Arlin. Me Spider-Man. Faleminderit shumë teta Migena. Kurse për Amarilisin na ka bler këto pijamat këtu. Faleminderit shumë teta Migena. Që kështu. Na bëj pozimet. Okej. Jo. E tio. Atëre. Tio. Gjithashtu Migena më ka bler edhe këtë. Një pullover me zinxhir dhe me ngjyra fantastike. Unë nuk e di nëse do kem fjalë që ta falenderoj, fjalët janë shumë pak, por di t'i them që dashuria dhe shoqëria që kemi për njëra tjetrën është shumë. Vedi mua. Ai. Po mirë, mos e hiq ashtu se e prish ashtu. Jo. Rri këtu ti. Tek unë më fos kështu. Gjithashtu Migena më ka marr edhe një komplet pjatash që janë shumë të bukura. Më pëlqejnë shumë, janë të bardha dhe materiali dhe të gjitha më pëlqejnë jashtë maste shumë. Edhe të thella edhe të mëdha, cekta. Pastaj më ka marrë këtë setin, që është kjo bluzja. Kështu, për mua. Edhe me këtë fundin, që është kështu. Që tani do t'i provoj, pasi t'ja u tregoj të gjitha. Na ka marrë të gjithëve si familje Amarilisit, Amarildos, mua, Arlit, çorape. Më ka marrë mua 2 shalla, ku ky këtu është e ka mbajtur Migena dhe ka aromën e Migenës. Kurse ky këtu është frigori i ri dhe janë material shumë i mirë. Faleminderit shumë Migena, se unë nuk kisha shalla. Këto janë 2 për mua. Adesso mettono una bella fecimi dentro. Dhe gjithashtu më ka dhuruar një komplet çarçafësh, që është kjo fantazia kështu. Shumë faleminderit o Migena, zoti t'i shtoft. Dhe kjo kutia këtu pastaj, që unë do ta mbaj gjithmonë këtë kutien këtu dhe do rezervoj gjitha kujtimet që do keme Migenën, që nga fillimi i njohjes tonë derisa të plakemi. Dhe këtu kam shumë gjëra kujtim nga Migena, që janë
Disa, do të rregoj këto që kam këtu për momentin, janë këto. Është një zemër. Oddio lo provo. Dhe gjithashtu Oddio lo provo. ky Angelo, është një Angeletto. Shumë e bukur. Plus këtu kam një diario që të kam menduar të shkruaj. Una bella faccini Migena, super pigiamini. Gjithashtu këtë libër që unë kam treguar tek një nga Vlogmas që ma ka bërë Migena, libër me fotot e mia, fëmijëve të mi. Ja kam treguar edhe në një video tjetër. Pastaj janë 2 letra që Migena më ka shkruar mua dhe t'i ruaj këtu, që kur flakemi t'i them mban mend çam ke shkruar. Tu kam një Angioletto. Tu janë 2 kapse. E mami tha në një mua, na. Ti dhërë një mami ti. Se kam këtu. Dhe Migena gjithashtu më ka dhuruar dhe 3 buskuqa. Po për flak të kuq. Dhe kjo gjë më pëlqevi shumë. Shkoni? Mamma. Jo, flak i kuq dhe është shumë i bukur. Ma. Lërë aty Arli. Dale. Edhe këtu, gjithashtu, një tjetër me bordo. Shumë bukur. Ancora adesso. Lërë aty brenda Arli. Këtu, brenda. Vete. Edhe gjithashtu dhe këtë, por që është i kuq. Pra bën kështu? Bën buzët e hidratuar Piccoli mami. dhe të kuq. Dhe janë Io. Dhe janë kujtime shumë të bukura, këtu ka një qiri të kuq. Mami sono nene io. Jo, do ma lësh atë mikrofonin këtu ti mua se po ma bën video shumë keqe këzi. Dhe këta 2 kartonat, hapu çik tani, hik çik tani se nuk shikojnë gajsat. Hik çik tani. Oh. Hik çik se do të tregojmë këto. Do t'ja jap prapë, pastaj do mbash ti sa derisa të vinë dada, va bene? Do ja tregosh ti dadës. Dhe këto të 2 kartonat këtu kanë këtë madhësi, janë plot me shapka, se ju e dini që Migena ka fabrikën e saj në Firenze që quhet 5M, 5M. Dhe këtu ka edhe shapka për mamin tim 2 palë që ja ka bërë Migena, dhurat, të cilat janë këto. Prima è per tu. Ja ti provojnë mami se e kam këtu. Prima è per tu. Dhe këtu. Mama, ishi çorap. Tani neme. Tani neme. Nuk janë këto më duket. Nuk janë këto, do të jenë më të mëdha ato të tjera. Tani neme. Aspetta, Arli. Ma, çfarë numri janë ato? Çfarë numri janë? Nëmë të shikoj që po. Ja, pra nuk do jenë aty, do jenë këto. Janë tu. Po, janë këto, nuk janë ato. Na. Janë të mama. Këto? Po, faktikisht ato dhe këto do jenë. Nuk është 6, kjo është 9, këto 2 ke. Na, këto, edhe këto. Edhe këto të zezat. Janë për mamin time. Mama. Edhe që janë neme. Kurse unë njerëz do ju tregoj disa, një sekond. Do ju tregoj disa, por jo të gjitha sepse janë shumë. Mami, tani neme. Shumë. Dhe goca që nga ky momenti që i hoqa Arlit mikrofonit dhe ja thash, më ishte fikur zëri mikrofonit dhe më duhet ta bëj në këtë mënyrë. Përfitoj nga rasti që t'i them Migenës faleminderit nga zemra, po jashtë mase shumë, duke qenë se te ky Vlogmas numër 9 Ardi më ka bezdisur te mase shumë dhe ishte shumë kurioz t'i shikonte dhe t'i tregonte. Këto janë një palë tjera shapka që Migena më dha, gjithsej mund t'jenë 25 palë shapka, por do t'mi shikoni gjatë gjithë verës kur t'i vesh ose t'i abinoj me shapkat e tjera. Mos kujtoni se edhe në këtë moment nuk do keni zërat e Arlit, se duke qenë se është me mua gjatë gjithë kohës full time, është me mua dhe do të nxoni është këtu duke lozur duke i dhënë darkën. Këto janë një palë të tjera. Migena nuk e di çfarë të them, dua të them që Zoti ta bëft jetën siç ti ke zemrën. Unë të dua shumë,
por jo sepse shkëmbejmë dhurata. Kjo është thjesht një dëshirë që ne kemi për të bërë me njëra tjetrën, por mua më pëlqen Migena që unë njoha, Migena e thjesht, Migena që ditë më kuptojnë, Migena di që më falë dashuri, Migena që mjafton të më shikojnë dhe të më kuptojnë nëse jam mirë apo jo. Faleminderit shumë, Migena, nga zemra, jo vetëm faleminderit nga ana ime, por faleminderit nga Amarildo, Arli, Amarilis. Nuk e di, jam e lumtur që u shtove në familjen tonë dhe shpresoj shumë që të takohemi shumë shpejt për ditëlindjen e Arlit. Okej, goca, ja ku jemi. Shpresoj që kjo gjëja të funksionojnë dhe të ngjohet mirë. Nuk e di si ka dalë ky vlog mas, por do mundohem të lë zërin origjinal se jo do ta komentoj lart, duke qenë se Arli nuk më ka lënë fare, po kur them fare që ta bëj këtë video sepse ka qef mikrofonin, duke qenë se është gjëja më e re që kemi marrë, ka qef mikrofonin. Hey guys, ja ku jam, kam veshur fundin që më ka dhëruar Migena me crop topin që kam marrë nga TikTok Shop, edhe një palë sandale taka që bën Migena, i kam kombinuar lart se xhaketën. Jemi fryrë çik se jemi para ciklit, që kështu ja, kështu duket. Ju tregoj pak mirë edhe takat. Duken shumë bukur. E gjithë veshja duket kështu. Goca, ja ku jam. Duke qenë se ky vlogmas numër 9, Arli e ka ndritur dhe nuk e kam bërë fare siç desha, por prap gjithsesi edhe jam shumë e lodhur, shpresoj që të kem super mirë kuptim nga ju. Kam munduar t'ju tregoj çdo gjë edhe pse nuk e di nëse si ka dalë dhe nuk është se i kam treguar me detaja. Gjithsesi Migena e di, unë e dim dhe thjesht doja t'i ndaja me ju këtë gjë, por rëndësishme është që unë e di dhe ajo e di. Faleminderit shumë dhe kush është interesuar për mikrofonin edhe për crop topin, të më lëjnë në koment ku mund ta gjeni, do t'i nis linkun dhe duhet të keni të shkarikuar TikTokun. Dhe në atë mënyrë mund ta blini edhe ju dhe mikrofoni kushton diku tek 3 euro, e çik. Crop topi kushton 8 euro dhe ja u super sugjeroj crop topi, sidomos tani që kemi të këto festa dhe mënyrën se si vishemi nëse punon me nzyra apo ku ta diun sekretare apo çfarë, që ju pëlqen të visheni në atë mënyrë, ja u sugjeroj sepse vërtet bën figurën e vet, është shumë i bukur. Diku këtu ju them natën dhe shifemi në vlogmas numër 10, sepse do jetë shumë i bukur, do jetë një vlogmas që askush se pret. Paqim!